Pas përmbytjeve të 4 tetorit të vitit 2024, kontrolli i lartë i shtetit ngriti një grup pune për auditimin e institucionit të Bashkisë së Vlorës. Ndërkohë që raporti i parë i kontrollit të shtetit përfundimtar ka mbritur disa kohë më përpara ku ngarkon drejtoritë përgjegjëse për mos reagim në kohë, çka sollën përmbytjen e qytetit në 4 tetor të vitit të kaluar. Ndërkohë që një tjetër projekt raport i mbritur nga kontrolli i lartë i shtetit daton në datën 2 tetor 2025. Sipas informacioneve për Blu Televizion, në rreshtat e raportit të KLSH-s flitet për dëm ekonomik të paktën 500 milion lekë të vjetra brenda institucionit të Bashkisë së Vlorës, ndërkohë që ka edhe drejtoritë të cilat janë në varësi të Bashkisë së Vlorës, çka kanë tjetër dëm ekonomik. Sipas burimeve, sërish nga KLSH-ja, bëhet me dije se të paktën 12 persona janë ata të cilët është ngarkuar dëmi ekonomik. Prej 2 javësh ka mbritur në Bashkinë e Vlorës projekt raporti kontrollit të lartë të shtetit mbi dëmet ekonomike të shkaktuara nga mos realizimi i projekteve apo dhe mungesës së prokurimeve nga institucionet në varësi të bashkisë. Në raportin e parë të publikuar edhe në Blu Televizion, teksti është vënë tek dëmet e shkaktuara nga përmbytjet dhe mos realizimi i projekteve nga institucionet e bashkisë, të cilat sollën dhe situatën e rëndë të përmbytjeve në Vlorë në 4 tetor të vitit 2024. Në këtë raport, kontrolli i lartë i shtetit pas mbritjes së grupit të punës me njëherë pas përmbytjeve evidenton sakt dhe dëmin ekonomik të shkaktuar nga përmbytjet në qytet, por dhe nga mungesa e mos realizimit të projekteve të cilat mund të shmangnin situatën e vështirë të krijuar. Ndërkohë, mësohet se vetëm 2 javë më parë, në 2 tetor, ka mbritur në Bashkinë e Vlorës dhe raporti i dytë i kontrollit të lartë të shtetit. Në këtë raport evidentohet një dëm ekonomik në rreth 500 milion lekë të vjetër të shkaktuar nga prokurimet publike apo dhe një sër projektesh të cilat nuk janë realizuar siç duhet apo nuk janë realizuar fare. Në këtë raport, sipas burimeve nga bashkia, janë prekur dhe një numër i konsiderueshëm i investimesh, të cilat nuk janë tenderuar në mënyrë të rregullt. Burime nga bashkia bëjnë të ditur se në këtë raport, kontrolli i lartë i shtetit ja ngarkon këtë dëm ekonomik më shumë se 12 personave.